Allahu Jalla wa Ala I hap dyert e adhurimeve për njerëzit në mënyrë që Allahu të kënaqet me ta edhe të jetë razi me ta. Edhe derën e sadakas, ndihmave, Allahu Jalla wa Ala e ka hapur ashtu që të jetë I kënaqur me robërit e tij. Sadakaja prej dhuntive të saj, prej nimeve të saj është se e fik edhe shuan adhurimin e Allahu Jalla wa Ala, gjithashtu është argument I qartë I cili tregon për imanin edhe besimin e njeriut, sikur është prej veprave më të mira dhe më të dashura tek Allahu Jalla wa Ala. Është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ejul islami khajr? Se cila vepër në islam është prej veprave më të mira? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salama ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Prej veprave më të mira në islam është të ndihmosh njerëzve, ti ushqesh të varfërit dhe ti japësh selam, ta përshëndetës çdo musliman, pa marrë parasysh e njeh atë apo nuk e njeh atë. Gjithashtu sadakatet apo ndihmat vullnetare janë shkak që Allahu Jalla wa Ala t'i shumëfishoj veprat e njerëzve edhe t'i shlyejnë gjinohet e tyre. Pra ndihmat vullnetare, sadakaja, është shkak që Allahu Jalla wa Ala t'i shumëfishoj shpërblimet e njerëzve, sikur t'i shlyejnë gjithashtu edhe gjinohet e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve ju drejtua Muadhit radhiyallahu ta'ala anhu duke I thënë: Ala adulluka ala abwabil khairi? O Muadh, a nuk dëshiron që të lajmëroj apo të informoj për dyert e mirësive? Atëherë Muadh tha gjithsesi o I dërguari I Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I tha: As-sawmu junna. Agjërimi është mburoj. Was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nar. Agjërimi është mburoj, sadakaja I shlyen gjinohet e robit, ashtu sikur e fik ujë zjarrin, was-salatu fi jawfi al-layl. Edhe namazi në mesin e natës. Atëherë kur njerëzit flenë. Hadithën e shënon Imam Tirmidhiu, Allahu e mëshiroft. Gjithashtu sadakaja është shkak që Allahu Jalla wa Ala me jashtu pasurinë e robit. Ai I cili jep asnjëherë mos ta llogarisë se ka paksuar diçka prej pasurisë së tij. Sikur I ka thënë ai Ansariu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Ja Rasulallah, anfiq wala takhsha min dhil arshi iqlalan. O I dërguari I Allahit, ndihma edhe kur mos u frigo se Allahu Jalla wa Ala po e humb edhe pakson pasurinë tënde. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith qudsi, në të cilën Allahu Jalla wa Ala thot: Ja ibn Adam, anfiq unfiq alej. O biri Ademit, o njeri, shpenzo nëse dëshiron të shpenzoj unë për ty. Jep që Allahu të jep ty. Dhe kjo hadith është argument I qartë për një rregull të cilën dietarët e kanë përmendur se el jazau min jinsil amal. Shpërblimi është sipas llojit të veprës. Ndihmon ti, Allahu të ndihmon ty.